Skema kombëtare financim deri më 200.000 lekë për rasatet e peshkut. Ripopullimi i ujrave të brendshëm me rasate peshku mbështetet edhe këtë vit përmes skemës kombëtare 2026, një masë që synon zhvillimin e sektorit të akuakulturës në vend. Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural bën të ditur se subjektet e interesuara mund të përfitojnë mbështetje financiare për blerjen e rasatave të peshkut që përdoren për ripopullimin e risheneve, rezervuareve dhe ujrave të tjera të brendshme. Sipas skemës, financimi mbulon 50% të vlerës së faturave tatimore të paraqitura nga aplikantët, ndërsa vlera maksimale e mbështetjes arrin deri në 200.000 lekë për çdo subjekt përfitues. Kjo masë konsiderohet e rëndësishme për ruajtjen dhe shtimin e fondit peshkor në ujrat e brendshëm, duke kontribuar në balancën ekologjike dhe në rritjen e potencialit prodhues të sektorit. Mbështetja financiare synon gjithashtu të nxjisë investimet e aktivitetit të akuakulturës dhe të krijojë mundësi më të mira ekonomike për operatorët që vijojnë në këtë fushë. AZBR bën të ditur se procesi i aplikimit është i hapur dhe u kërkon të interesuarve të përfitojnë nga kjo mundësi mbështetjeje. Për informacione shtesë dhe asistencë teknike gjatë aplikimit, fermerët dhe subjektet mund t'i drejtohen agropikave ose zyrave rajonale të ekstensionit bujqësor në të gjithë vendin. Skema kombëtare 2026 përbën një nga instrumentet kryesore të mbështetjes së bujqësisë dhe zhvillimit rural, duke financuar 9 masa mbështetëse dhe 3 skema investimi që synojnë rritjen e prodhimit, përmirësimin e konkurrueshmërisë së sektorit dhe përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore.